prej familjeve tradicionale, ku ka folë veç i modhe edhe tjerë të dasht me hesht, tash na ka ardhur koha ku se cili mujna me folë. Edhe përderisa mundesh me u shpreh, tash ti duhesh me i thon krejt ato çka dikush ti ka thon ty e ti nuk e guxon me ja kthy dikujt. Edhe kështu që na e shohim që në rrjetet sociale, për shembull, shumica absolute e paragjikuesve është mosha 35 deri në 40-45 vjeç. Domethënë që kjo moshë që e ka përjetuar atë shtypjen, e ka përjetuar ato që ti i vogël ti nuk dosh me fol, mendimi yt nuk ka vlerë. Tash e shes si 45, 5 plus 45, 50. Po, ne çfarë Fix. Do me thonë që aty është janë ata shumica e këtyne paragjikuesve që normalisht duhet me knaqë veten me diçka dhe më mundu të paktën me ju dol zonit dikun. Ata duhet me na pranu neve, kështu për shembull. Të trit e sheh shumë ndryshe se tash secili ka drejt me fol, secili mundet me dhënë mendimin e vet, kështu që nuk është që kanë tendencë shumë me paragjiku. Edhe po, domethënë për një shoqëni të izoluar që nuk kena pa kur gjë, tash jena bën një shoqëni që po shohim gjithçka dhe nuk po na duket më çuditshme kur gjë. Po studion jashtë vendit, po dalin diaspora. Përveç asaj ka ardhur si shpejt, jo gradualisht më mësu, kështu që na ka rosi. Përçatar që kjo dallimi mes gjeneratave shumë i madh. Përveç gjeneratave, na kemi konflikt gjeneratave, kjo diskutohet. Edhe ndryshimet kanë ndodhur shumë shpejt, jo vetëm te na, po edhe në botë. Po te neve një ndryshim shumë i madh për shkak të kulturës, që e thash, patriarkale. Prandaj neve kemi një konflikt shumë të madh, edhe kjo është evidente. Ajo çfarë etike vërtet ekziston, ju e keni pa